Hani një thelbi hudhër çdo natë dhe do befasoheni me atë që ndodh, që në lashtësi hudhra ka qenë një aleat e njerëzve kundër një sër komplikacionesh. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në mirëqenien dhe në funksionin më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Hudhra do të paksoj gjasat e shfaqjes së komplikacioneve dhe do të nxjisë që të keni një imunitet më të fortë dhe më të shëndetshëm. Sigurisht, përfshirja e saj në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund t'i ofroni organizmit dhe të mbani larg gjithashtu komplikacionet e tij. Hudhra është një produkt fantastik i shëndetit dhe konsumi i saj në moderimin e duhur ditor mund të jetë një nxitje më e mirë e organizmit tuaj. Vlera më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi do të tjetërsojë të gjitha përfitimet mirëbërëse të saj. Por cila është koha më e mirë për të konsumuar hudhrën? Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhër është ose të paktën disa orë përpara se të flini ose herët në mëngjes, kur bakteriet e stomakut janë në një gjendje më të brishtë. Hudhra mund të konsumohet edhe në mbrëmje, por gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti dhe asesi në këto raste. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i hudhrës në mbrëmje do t'i rendisim në këtë video sipas Eating Well. Detoks më të mirë të mëlçisë. Hudhra mund të shtypet dhe më pas të konsumohet në mbrëmje, kështu ajo mund të çlirojë enzimat që luftojnë qelizat e dëmshme, toksina dhe bakteriet. Sulfurit e hudhra do të ndihmojë gjithashtu edhe në pastrimin më të mëlçesë nga metalet e rënda. Gjithashtu hudhra cilësohet si antibiotiku i natës. Nëse konsumoni të paktën 2 thelbi hudhër të grirë në mbrëmje, do të forconi sistemin tuaj imunitar. Ai do të jetë në gjendje të luftojë gjithashtu edhe problemet e ftohjes dhe të gripit. Për më tepër hudhra e shtuar në mbrëmje mund të pastrojë mushkëritë nga sekrecionet. Hudhra është një produkt fantastik që mund të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin e lëkurës. Duke ngrënë të paktën 1 thelbi hudhër përpara gjumit do të stimuloni rigjenerimin e qelizave të reja. Ekspertët thonë se hudhra lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave shkaktojnë akne dhe mbajnë gjithashtu lëkurën tuaj më të pastër. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë gjithashtu në uljen e kolesterolit të lartë. Hudhra e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Ajo ul gjithashtu edhe problemet e kolesterolit, duke mbajtur larg komplikacionet. Ngrënia e 1 ose 2 thelbi hudhër të shtypur në mbrëmje, sidomos nëse nuk merrni medikamente të caktuara, mund të jetë një përzgjedhje e mirë e organizmit tuaj. Shtimi i hudhrës në vaktet tuaja ditore do t'i bëjë mirë gjithashtu edhe shëndetit tuaj të kyçeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve të parakrahut nga artriti, sepse ajo lufton inflamacionin dhe zbut gjithashtu edhe dhimbjet. Hudhra nuk duhet të konsumohet në mbrëmje nga personat që vuajnë nga ulçra ose tensioni ulët i gjakut, pasi mund të ndikojnë në gjendjen e tyre shëndetësore. Allium stavium, e njohur ndryshe si hudhra, është një bimë barishtore 1 vjeçare me kërcellë dhe gjethësi të preshit, që bën një kokë në tokë me thelbi të bashkuar dhe gjithashtu me një erë djegëse, që përdoret si ushqim edhe në mjekësi. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina dhe minerale, karbohidrate, vitaminën C, hekur dhe përmban gjithashtu rreth 53% të insulinës. Një filçan hudhër i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të vlerave të organizmit, dhe si e tillë duhet të konsumohet me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Gjithashtu përdorimi i hudhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterolit të keq. Nga studimet e bëra në SBA, ku eksperimentuan 45 burra që kishin vlera të larta të kolesterinës dhe që përdoren çdo ditë 6 thelbi hudhër, u pa se vlerat e yndyrës në gjak ulën me të paktën 58%. Lëngu i hudhrës jep një ndikim të madh edhe në rikthimin e flokut të humbur. Pasi bëhet shtypja e mirë e hudhrës dhe lëngu i përfituar, bëhet një masazh i mirë për 3 minuta në vendin ku keni rënje të flokut. Ky veprim do t'i jap asaj një stimulim më të mirë të shëndetit dhe do të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij.
Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht aromës së saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme për pothuajse çdo vakt, por gjithashtu shumë e rëndësishme në mirëqenien tuaj. Brightside ka renditur arsyet pse duhet të shtoni hudhrën në dietën tuaj ditore. Ajo i mban në dhëmbët e shëndetshëm. Ullëntimet kanë treguar se hudhrat janë një trajtim i mirë alternativ për inflamacionet e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore. Hudhra ka veti të mira antiplakje. Sipas ullëntimeve, hudhra jep efekte të mira kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shndrojnë ushqimin në oksigjen dhe energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë pakës entuziast në këtë proces dhe do të shkatërrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura bëhet më e butë dhe truri ynë bëhet më i ngadalë. Kjo për pasojë e stresit oksidativ, citon Brightside. Në këtë rast, hudhra mund të jetë gjithashtu një shtesë e dobishme në dietën tuaj dhe mund të japë rezultatet më të mira ushqyese në rastin tuaj specifik. Hudhra mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tuaj është ditur prej shumë kohësh. Hudhra ka qenë e njohur ndër shekuj për vetitë e saj kundër bakterieve, viruseve dhe kërpullave. Për forcimin e imunitetit duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin, por me gatimin e saj, ju do të humbisni shumicën ndërmuese të alicinës. Hudhra, sipas Brightside, është një ndihmë shumë e mirë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Hudhra është një produkt që ul presionin e gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillin e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndihmojë në rezultate në të rësi, por nuk ju shëron. Mund të jetë një ndihmë fantastike ushqyese për shëndetin tuaj. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ditore mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin, por nëse vuani nga komplikacione të ndryshme ose merrni medikamente, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar ndërveprimet. Sipas Eating Well, hudhra është një ndihmë shumë e mirë për të forcuar imunitetin. Inflamacioni kronik mund të dëmtojë imunitetin duke ulur numrin e qelizave të bardha të gjakut. Studimet analizojnë efektet e ekstraktit të hudhrës dhe kanë zbuluar se ajo ndihmon në reduktimin e inflamacionit sistemik dhe rivendos nivelin e qelizave të bardha të gjakut. Sipas një studimi të vitit 2021 në Journal of Clinical and Translational Research, kjo është kryesisht fal alicinës, që përbërësi që përmban qufur që gjenden në ushqime me alium si qepët, qiqërat dhe hudhrat. Për më tepër, një përmbajtje vitit 2020 në trend të shkencave të teknologjisë në ushqim zbuloi se, fal përmbajtjes së saj, hudhra mund të ketë efekte antivirale. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë edhe për të holluar problemet e kolesterolit. Menaxhimi i niveleve të kolesterolit është i rëndësishëm pasi kolesteroli i lartë rrit riskun e problemeve në zemër dhe goditjeve në tru. Hudhra gjithashtu mund të përmirësojë nivelin e kolesterolit, veçanërisht te ata me kolesterol të lartë ose diabetikët. Hudhra gjithashtu përmirëson nivelin e kolesterolit, sipas një studimi të vitit 2020. Megjithatë, duhet të tregojeni të kujdesshëm nëse merrni medikamente dhe doni të kombinoni edhe hudhrën në dietën tuaj shëndetësore. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë në uljen e presionit të lartë të gjakut. Ndikimi i hudhrës në shëndetin imunitar së bashku me potencialin e saj për të ulur nivelin e kolesterolit mund të ulë gjithashtu presionin e gjakut. Sipas një rishikimi të lartë përmendur në antioksidant, një studim zbuloi se hudhra mund të zvogëlojë presionin sistolik dhe diastolik të gjakut të njerëzit me sindrom metabolike, faktorë që rrisin në riskun e sëmundjeve në zemër, goditjeve në tru dhe diabetit. Sipas Institutit Kombëtar të Zemrës, Mushkërive dhe Gjakut, këto përfitime u gjentën edhe te pjesëmarrësit që konsumonin 100 mg për kilogram të peshës trupore, hudhër të grimcuar 2 herë në ditë për 4 javë. Hudhra është një rregulluese shumë e mirë gjithashtu e niveleve të shëndetit të zorëve. Sipas Eating Well, ju mund ta përdorni atë për të përmirësuar shëndetin, por gjithmonë nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, duhet të konsultoheni përherë me mjekun specialist. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.